Për vite me radhë, seriali 100 vitrinat ka qenë një nga më të ndjekurat nga shqiptarët, duke u kthyer në një nga më të pëlqyerit. Historitë e shumta, personazhe që shpeshherë largoheshin dhe riktheheshin në serial ndërthurin histori të ndryshme, të cilat kanë mbajtur të gëzhduar teleshikuesit shqiptar. Por këtë herë vjen njërisi në kinemat tona, ku i gjithë kasti aktorëve të këtij seriali janë mbledhur në një prodhim kinematografik nën titullin Uninsolita Vendemia, të sjellë në regjin e Daniele Carnacinës. Subjekti i filmit ka në thelb një grup aktorësh të cilët interpretojnë një serial dhe mësojnë për mbylljen e këtij seriali. Ata vendosin të marrin Robertin, udhëheqësin e grupit, në një parajsë, ose më saktë në një ishull të vogël ku ai zotëron një vresht. Ata takohen së bashku dhe më në fund janë larg botës së magjepsos së televizionit. Por një sekret do t'i detyrojë ata të marrin vendime të vështira për të menaxhuar një situatë delikate. Ky prodhim kinematografik tashmë është edhe në kinemat shqiptare dhe vetë regjizori italian rrëfen për publikun shqiptar idetë e prodhimit kinematografik, si dhe dëshirën për të kuptuar mesazhet që dëshiron të përçojë me anë të filmit. È la prima volta che vengo a Tirana e sono contento di avere questa occasione in una città che conosce le produzioni che facciamo e soprattutto ho scoperto di questo grande successo di 100 vetrine. Është hera parë që vi në Tiranë dhe jam i lumtur që jam këtu, në një vend ku njihen mjaft mirë produksionet tona, sidomos kur zbulova suksesin e serialit 100 vitrinat. Unë mendova historinë e këtij filmi në bazë të realitetit italian dhe për mua është hera parë që prezantoj filmin jashtë shtetit, në një vend që është mjaft afër Italisë dhe me të cilin kemi mjaft të përbashkëta sa i përket kulturës. Molto vicino all'Italia e abbiamo delle culture in comune, spesso in Albania sono stati visti programmi italiani e quindi c'è una conoscenza della cultura italiana. Ma io non so esattamente. Shpesh në Shqipëri janë transmetuar programe italiane dhe për këtë arsye njihet kultura italiane. Nuk e di se si do të pritën disa tematika të trajtuara në film këtu në Shqipëri. Për këtë arsye është një mbrëmje shumë e rëndësishme. Do të përpiqem të kuptoj pak reaksionet e publikut, të kuptoj nëse kuptohen tema si rregullat të familjeve me probleme, të homoseksualitetit. Particolari che noi trattiamo dell'omosessualità, perché c'è anche una storia di adozione di due uomini che adottano un bambino, quindi temi che in Italia sono molto caldi, molto dibattuti, non so in Albania. Për shembull në këtë film një çift homoseksualësh që duan të adoptojnë një fëmijë, tema që në Itali janë mjaft të nxehta e mjaft të debatueshme. Nuk e di në vendin tuaj, kështu që më pëlqen të kuptoj se si do të pritet e gjithë kjo nga shqiptarët. Di amicizia, è un film che parla della sottile linea di demarcazione tra la fiction e la realtà. Infatti nella storia i protagonisti sono degli attori di una soap opera che si trovano a vivere un'estate molto particolare in casa di un loro amico. Quest'estate cementerà alcuni rapporti di amicizia, ne romperà degli altri, ma soprattutto renderà tutti più consapevoli un po' del senso della loro professione, ma anche del senso. Gjithashtu në disa këndvështrime, është një film universal i cili flet për miqësinë, për vijën e hollë ndarëse mes fiksionit dhe realitetit. Në fakt, protagonistët janë aktorët e një seriali që gjenden duke jetuar një verë mjaft të veçantë në shtëpinë e një miku të tyre. Kjo verë do të përforcojë disa marrëdhënie miqësie, do të thyejë disa të tjera, do t'i bëj personat më të vetëdijshëm për profesionet e tyre. In realtà io racconto dei temi seri, importanti, ma anche con una chiave spesso ironica, di una commedia un po' amara, se volete, però. Ky është një film që është përmes vdekjes, pasi do të ketë një vdekje që nuk dua ta zbuloj në film. Do të flas kryesisht për jetën. Këtu do të tregoj disa tema të rëndësishme, por edhe me pak ironi, mund ta quajmë deri diku një komedi pak të hidhur, por në fakt të gjithë qeshin shumë. Të paktën kështu ndodh në Itali, por këtu nuk e di se si do të pritet. Jam shumë kurioz. Sono curioso. Grazie a tutti. Gjithashtu pjesë e kësaj premiere është bërë dhe aktori i njohur si Ivan Bettini, Pietro Genuardi, i cili shprehet mjaft i lumtur për radhën e tij në Shqipëri. Ai shprehet: Siamo qui al Cinema Imperial perché questa sera c'è la premiere del nostro film, Un'insolita vendemmia. Mi raccomando, ci sarete tanti? Sarete in tanti qui? Perfetto. Jemi këtu në kinema sepse është premiere e filmit ton, Uninsolita Vendemia. Sa i përket filmit dhe pritshmërive që kemi për të në Shqipëri, mund them se presim shumë. Pasi mendimi atyre të cilët kanë patur mundësi të shohin filmin kanë dhënë mendime pozitive. Shpresojmë që edhe këtu në vendin tuaj të ketë të njëjtin impakt dhe sukses që ka patur në Itali.
Pietro nuk lë pa përmendur edhe kënaqësinë që njeh nga publiku shqiptar përmes serialit të njohur. Gjithashtu, dua të theksoj se nuk e prisja që të isha kaq i njohur në vendin tuaj me serialin 100 vitrinat dhe shpresoj të bëhem edhe më tepër me filmin Un'insolita vendemia. Ky është një film i cili ka edhe ngjarje sociale mjaft të rëndësishme. Është ere parë që vin në Tiranë dhe është ere parë që përballem me një realitet që është totalisht i ndryshëm nga joni. Por ajo që vura re është një dëshirë e madhe për të bërë gjërat. Për fat të keq në Itali diçka e tillë ka humbur. Jam shumë i lumtur që jam këtu dhe uroj që ky të jetë vetëm takimi i parë nga një seri e shumë të takimesh të tjera dhe për këtë arsye ju këshilloj të vini dhe të ndiqni këtë prodhim kinematografik. Prodhimi kinematografik Un'insolita vendemia do të jetë pjesë e rjetit të kinemave në Tiranë.